Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni. Takohemi me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. E të nderuar dëgjues, edhe sonte fillimisht do dëgjojmë një këshill nga profesori, pastaj do t'ju mirëpresim juve në 044 156614. Si gjithmonë mund t'i drejtoni direkt pyetjet e juaja, por edhe të na i dërgoni ato nëpërmjet SMS-it në numrin e njëjtë, pra 044 156614. E dëgjojmë bashkë profesorin, pastaj ju mirëpresim. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أفلندرم الله مضروار dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të nderuar dhe shumë të respektuar, dhe mbi të gjithë ata musliman e muslimane të cilët rrugën e tyre e kanë vazhduar dhe kanë pasuar. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të ëmbël të shkurt por shumë të dobishëm, e krejt fjalët e tij janë të dobishme, thot alaihi salatu wassalam: أتحب أن يلين قلبك؟ po don a ke dëshirë me të zbut zemra? Ka zemër të fort, ka zemër të but, ka dhe zemër guri të fort, sikurse që ka zemër të gjallë dhe ka zemër të vdekur. E pastaj zemra e gjallë mund të jetë zemër e shëndosh dhe zemër e smut. E pastaj shëndeti saj dhe smundja saj dallojnë, do më shumë smuta, do më pak, do më të shëndosha, do më pak të shëndosha, ndërsa e vdekur është e vdekur. Zemra e fort është bela, është sproverant, sepse zemra e fort me fjalë të dialektit ton, të popullit ton i bie, nuk tanin fort për kërkan, nuk e ke dertën fort të askujt. Nuk dhimet ai që është për me të dhimt. Nuk prek në zemër kur e shef ndonjë hallëgji, ndonjë nevojtar, ndonjë njeri i cili ka nevojë për mjashtri dorën tjetri. E Allahu i madhruar e urrejn personin e tillë. Dhe në të kundërtën, Allahu e don shumë zemër butin, raqiqul qalb, e don Allahu shumë zemër butin, dhe e urrejn zemër fortin.
nuk e dën zemër fort. Kjo ka të bëjë me etik. E Islami, feja jone ëmbël dhe shtrejt, është së tepër me interesuar që muslimanit t'ia rregulloj, t'ia përmirësoj e pastaj t'ia ruaj etiken, moralin, karakterin. Mua ashtu si që është interesuar t'ia rregulloj, t'ia spastroj e pastaj t'ia ruaj imanin, besimin e shëndosh në të madhin Zot. Zatën, mas takvallukut e që është besimin e të madhin Zot, thua i ndrysha raportet mes robit dhe Zotit, vijen shprehje më njëherë, raporti me njerëz, etika morali. Dhe për këtë kemi shumë argumente, sikur se hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mësë randi, mësë shumë të qka peshan, në ditën e kiametit në peshojnë e veprave tona, ba'da taqwallahi, mas devotshmërisë, mas imanit, mas takvallukut, husnul khuluq, është morali i mirë, etika e mirë. Edhe shumë argumente tjera. Dikush nuk e vren fare që ka zemrën e fort, dhe ta kjo është bela në tjetër. Bela mi bela. Bela sprov është ta ketë njeriu zemrën e fort. Sprova dyfishohet kur robi pronari asaj zemre nuk e kupton, është gafel, është i pakujdesshëm ndaj gjendjes së zemrës së tij. Dhe kështu më radhë në të gjitha smundjet e zemrës. E zakonisht ndodh që personit i cili ka zemrën e fort, të vrazhd, i verbohen sytë, dhe nuk shef ndryshe vetëm vetën e vetë, edhe vetëm si mbas mendjes e vetë, apo rangun e vetë. Dhe ta që janë manalt, ta që janë ma poshtë nuk e sheh kërkant. Por ka edhe njerëz të tillë, të cilët e kanë zemrën e fort, vrazhët, por e kuptojnë. Dhe këta lypin ilaç. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa na tregon në këtë hadith ilaçin e zemrës së fort. Pra, hadithi dedikohet personave të cilët e ndjejnë, e kuptojnë se zemrën e kanë të fort, por nuk po din qysh me dal prej kësaj situate, prej kësaj gjendjeje, qysh me zbut zemrën e tyre. Pejgamberi Zotit po e jep ilaçin. Ai është mjeku më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë në histori të njerëzimit. E mjek është ai i cili të mjekon, qoftë me barna kimike, qoftë natyrore, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana shpirtërore, në çfarë do forme që të mjekon, ai është mjek. Spaku në kuptimin figurativ, apo në kuptimin e gjerë të fjalës mjekim. Pra po thot ky bekuar, e të hibbu en jeline qalbuk, apo don me të zbut zemra, apo thuj ndryshe,
kush është ai që don me ju zbut zemra e tij, o tudriku hajatak, dhe me të plotësu nevoja jote tash, hala më shumë. Zbutja e zemrës dhe plotësimi i nevojës, i hallit, i dertit, i kërkesës të cilën e ke. Përgjigja vjen: po ja Rasulullah, ta ndojnë, krejt musliman dojnë, qysh nuk dojnë, kallëzana i bekuar. Thot alayhi salatu wassalam: irhamil yatim, mshiraja yetimin. Mshiraja yetimin, shtres e but, e dopt, e lig, nevojtare, ka nevoj për ndihmën e të tjerëve. Irhamil yatim, e pastaj pa tregon pak a shumë disa forma të mshires ndaj jetimit. Wamsah ra'sahu, fërkaja flokët e tina, ledhataja flokët e tina. Irhamil yatim, mshiraja jetimin. Kanë thonë ulemaja, nuk e ka përkufizuar jetimin musliman dhe jo musliman, e që jap të kuptohet se futet në këtë hadith jetimi musliman dhe jetimi jo musliman, pra çdo jetim. E definicioni jetimit kujtoj se është e njohur, por ndoshta nuk bëhet e tepërt me rikujtu. Është fëmiu, djalë apo vajzë, mashkull apo femër, të cilit i ka vdekur baba duke qenë nën moshën madhore. Fëmiut, djalë apo vajzë, të cilit i ka vdekur prindi bab, jo nana, por baba, duke qenë nën moshën madhore. Me momentin që futet në moshën madhore, ai më nuk e ka këtë epitet, apo këtë titull, apo këtë rang, nuk është më jetim më. Pra, mshiraje jetimin, wamsah ra'sahu, ledhataja flokët e tina, kokën e tina. Është një hadith tjetër atje, se ai i cili i jam përgdhel, i ja farkan kokën e jetimit nga lart, më i kokës deri te balli poshtë, ashtu fërkohet koka apo ledhatohet, për çdo kime të flokut që prek dora e ka nga një sevap. Për çdo kime të flokut që prek dora e ka nga një sevap, ani pse kanë folur rreth këtij hadithi dhe ka prej tyre sikurse Ibn Hajar al-Asqalani, i cili ka bërë të dopt. Se do të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na këshillon dhe po na mëson dhe po na jap një version apo një alternativ apo një mundësi, një ilaç, thuaj më së miri, për zbutjen e zemrës së fortë, bile edhe për të përgjigjur nevojat, kërkesat të cilat i ke. Mëshiroje jetimin, wamsah ra'sahu, ledhataja, fërkoja kokën e tij, flokët e tij, wa at'imuhu min ta'amika, dhe ushqeje ata prej ushqimit tënd. Ushqeje ata prej ushqimit tënd.
që ata ushqim që e hanë ti, ose ulen sofër me ty bashk, ose daja dhe ushqim tanit, edhe qaja jetimit. Ai i cili bën këtë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, jelin qalbuk, të zbutet zemra ty, o të drik hajetek, dhe të plotësohet nevoja jote. Të zbutet zemra dhe të plotësohet nevoja jote. Pra me këtë hadith, pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam dën me na nxit, me na inkuraju që të sillemi mirë me jetim, e ka veçu jetimin sepse është i veçantë dhe ka nevojë të madhe për përkujdesjen e të tjerëve. Gjithashtu nga hadithi nxirret se lëvatimi i flokëve të jetimit është shkak prej shkaqeve, edhe me këthi ushqim me hangër buk, po edhe mjafton edhe kjo, nëse s'ke mundësi tjetrën, është shkak prej shkaqeve më të zbut zemra. E zemra fort është larg Zotit, e zemra e but është afër Allahut te bareke wa taala. Apo do më të zbut zemra, ledhato jetimi kudo që ta gjesh. Në këtë hadith, gjithashtu mund të nxirret apo të përfitohet prej tina, se ai i cili ka, apo thuj më mirë, ai i cili është sprovuar, apo të cilin e ka goditur ndonjë smundje në etik. E smundja në etik, vendin e ka në zemër. Vendin e ka në zemër. Se puna mendje madhësis, e kopratësis, e zilis, këtë në smundje të etikes ahlakut, të karakterit ti, por që vendin të smundje kanë në zemër. Pra hadithi, pa të regon se ai cili është goditur me ndonjë smundje e cila ka të bëjë me etiken, ahlakun e tij, karakterin e tij, ai duhet ta mjekoj atë smundje me diçka që është përballë saj, kundra saj. Për shembull, nëse njeriu e vren se është i goditur me smundjen e, apo i sprovuar me smundjen e mendje madhësisë, apo vet pëlqimit, egon e ka shumë të lartë. Krej dynjaja i doket se janë nënte dhe kjo mas nalti. Mendje madhësi o kjo. Mendje madhësi. Po mirë, që është me mjeku këte, me atë që është përballë kundër saj, e që është modestia. Shtën e vetën me zarë me kanë modest. Imponaja vetës. Ose ta masërloku, kopracia, dur shtrëngimi, edhe vetë që ka handë dhimet se lemu mi këthy mësafirit apo me dhatë dikuj me hangre me pije. Qysh me mjeku këta? Me mjeku e duke dhanë njëzë me hangre me pije. Edhe tek zemra, e fort, e që hadith është te me zemrës të fort, qysh me zbut, duke o sil but ndaj shtresave të dëpta. Prej tyne ndaj jetimit. Pra, pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, don që ne ta kemi zemrën sa me të shëndosh, sepse me zemër të smut, e lemo me zemër të vdekur, qysh me i dalë Zotit për para. A i bekuar, ka për dëgjur me në dhani laqe neve, edhe kaq. Me ta dhe të tregu diagnozen. Që ke diagnoz, është për qëtë smundje. Për qëtë smundje.
Në këtë rast diagnoza është ledhatimi i jetimit, butësia, mirësillja ndaj jetimit, diagnoza. Po smundet cilla ke zemra fort. Andaj, kur tëp diagnozën, ta tregon diagnozën e smundjes, atëherë shikoj vetën tënde, me cilën smundje je i goditur, i sprovuar, merre ilaçin që është përballë që asaj smundjeje dhe mundohu me mjeku zemrën tënde. Nëse je sprovuar po mendje mallësi, mundohu me zër me kon modest. Me zër, o leveten. Nëse je tamaqar këpras për përseres, me zër. Thuj ka me dhanë njerëzve buk, ka me dhanë sadak, me zër. Pra dhe zbutja zemrës, ka ilaç. Sjellja e mirë ndaj jetimit, ledhatimi i tij, përpas zbutjes zemrës, edhe të plotësohet nevoja, kërkesa jote. Çdo njeri ka nevoja të tij, ka kërkesat e tij. Pra, në anën tjetër ai i cili ka nevojë mi plotësu ndonjë kërkesë të Zotit, përpas mënyrave, formave tjera, le ta përdorë edhe këtë, le të sillet mirë ndaj jetimit, le ta ledhaton jetimin, le t'jap me humbur jetimit. Allahu na rujt prej zemrës së ngurt, ja Rabbi. Allahu na ruaj prej çdo smundje e cila ka plan zemrën, ja Rabbel Alamin. E na i bëft zemrat të shëndosha dhe të gjalla, të cilat tiktaket e tyre i kanë për Allahun në madhruar të bareke wa ta'ala. Zoti din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor, të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio dhe ju mirpresim në 044 156614. Qëndroni me ne. Rikthehemi në studio, të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të programit. Tashmë 044 156614 është i hapur dhe ju mund të na telefononi dhe të na dërgoni SMS pyetje. Ma bëjmë me dije që e kemi dëgjuesin e parë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhra. Jam një vëlla musliman për Tetove. Po, Përshëndes Hoxhën nderuar që të kasniqin se jemi të dëgju Hoxha do vitet, ne kemi marrë lidhjet. Intereson rreth shafranit. Shafranit apo? Alo? Po, apo pyetni për shafranin? Po, për shafranin pika të shkurta të sqaroje pak. Mirë. Diçka tjetër? Jo. Mirë. Faleminderit. Të përshëndesim, çdo të mirë për juve. Atëherë profesor, Çka ka për qëllim këmë safran? Ato që është që ushqim? po, me siguri po. Ndoshta për vlerat, karakteristikat e tij. Po. Po kema shumë është punë mjekësie, se sa që është punë e jam, ja? Kujtoj nëse nuk jam gabim, Arab të përdorin begi se shumë në i bari, por kujtoj që për arën e ka për indis. Ata përdorin në shumë sene, por shumë ka pak, për shambull kafe që qesin shumë. E tash kanë fillu edhe në vendet e Evropës, kanë fillu teknika pak me përdoru, kur është i shtrejt ai. Ka vetit shumë të atë shërimit, të dobi prurse për shëndet. Nuk di që të ma shumë, nëse me ndonë për këte. A nëse me ndonë për safran që ka arë në hadith,
se pejgamberi ka ndalu sallallahu alaihi wasallam që të vishen që mashkujt të bartin teshen me ngjyrë safran. Këto është tjetër mesele krejt, anë pëse shpreja se njejt. Safran i bie si ngjyrë portokalli, si ngjyrë bananeje, si e verdh gjuhën letrare, e që Imam Ahmedi këtë e ka ndalu, ndërsa gjumhur shumica tjetër nuk e ka ndalu, por e kanë kushtësu nëse nuk vishet përmendje madhësi. Allahu alem, Zotë din më së miri, por kujtoj se shkaku i ndalimit të kësaj teshe është se mundet pak me hivetja në hoj pak mashkullit. E pejgamberit dënë modesti, për ata nëse nuk ka punë mendje mallësi për thjesht të vesh, inshallah nuk ka dert. Dërsa nëse hinvetja në hoj, atër kësha thonë që ma mirë mës me vesh. Pra nuk përdi për cilën e ka, kas për të dyjat. Pika që kutën atyre është po. Po, profesor, kemi edhe një dëgjues, alo? Po. Selamun alejkum për ty, motër nderuar, rrozën nderuar, shefse trasniqin, gjithë musliman për të shëndohën parasitët të brevilantin nga Suedia. Aleikum selam, urdra. Rrozën nderuar, nëse ndodhë që të vdes femra në mesin e bashkëve dhe anasjetat, atëre çka duhet të bëjnë, do a vlen vetëm në terimon, apo në një lesë me përdor në atë rast? A ke që kjo është pyetjen e parë? Ashtë kjo është për juve, profesor? A ka nevojë edhe një herë? Edhe një herë nëse ka mundësi? Po, më thonë se do të thonë se duhet të vdes femra në mesin e moshës. Po të anasjetat, atëre ka duhet të bëjë. Vlen vetëm me terimon apo në ndonjë lesë? Nëse vdes, është në pyetje nëse vdes, mirë, po. Po. Në të të vëtën tonë, në zëmë dhekta, dhe në to, të në të mërej, në litrën, të më edhe, a duhet me aprej. Pra, mi a shkurtu, dhe dhe. Në qëtë të fëmija, pavarësisht moshës, gjinit, vdes, dhe nuk o i ende në mosh, madhore, a ka drejt me la të dy gjinit, mashkullor dhe të mëllor, dhe në pyetja fundit, gruaja ka të drejt ta pastroj burrin, bashortin, ndërsa burri nuk mund. Do pak në qarim. Do ta jam koni qartë. Vetëm tek pyetja e dytë, pjesën e parë unë nuk e kuptova, nuk e di profesorja ka kuptuar jo. Pjesën e parë nuk e kuptova, pjesën e dytë po. Cëllën pyetje? Te pyetja e dytë. Cëllën lexojmë atë pjesën e parë? Pjesën e parë nuk e kuptova, ndërkaq dytën po ku thot fëmiu nën moshën marrëdhore, qoftë gjinisë. Mirë, tek pyetja e parë thot nëse vdes një grua në mesin e meshkujve apo anasjelltas, a mjafton vetëm një tejmum për përgatitjen e gjenazës? Po, vetëm tejmum duhet, më shumë jo. Nëse vdes një grua në mesin e burrave të huaj, apo një burr në mesin e grave të huaja, atëherë mjafton me tejmum, i jep tejmum dhe asgjë më shumë. Kaq. Pastaj ke të lamja gruas të burrit dhe burrit gruas. Jo, para kësaj kishte një pyetje, po pjesën e parë të pyetjes nuk e kuptova, ndërkaq si në pyetje tjetra ke nëse një fëmijë moshës nën madhore, fëmijë vogël. Po, më duhet që treta, tamam, po. A mund ta lajnë të dy gjinit? Po mund ta lajnë të dy gjinit. Fëmija në moshën madhore mund ta lajnë të dy gjinit, nuk ka problem. Nuk është problem, mund ta lajnë të dy gjinit.
Ndërsa edhe tjetër çka ke? Thot pse gruaja mund ta pastroj gjenazën e burrit vet ndërka që burri jo të gruas. Kjo është të Hanefit veç, nuk është të tjerët. Tek Hanefit, me momentin që vdes gruaja, burri të shkëputet kurora. Shkëputja kurorës dhe me thonë ndarje për asaj gruaje, edhe automatikisht ta bëhet e huaja për te. Kur bëhet e huaja për te, i bie në ka drejt me la, se gruaja huaj. Nuk ka drejt me la. Për ata i gjenë tek Hanefit, burrat zakonisht nuk e shtin grunën në varr, nuk e lëshojnë. Por e lëshojnë vllaznia e saj. E që përballë Hanefive i kemi 3 mëdhëbet e tjera. E kujtej se ata kanë mirë. Të cilët thonë se gruaja ka të drejtë me la burrin, e burri ka të drejtë me la gruan. Por kthejmë të Hanefit edhe një herë, pse burri jo gruan, e gruaja po burrin. Gruaja po burrin, sepse vdekja e burrit nuk e prish kurorën, por gruaja numërohet ndarë sepse ka vdekur dhe fillon idetin. Edhe pas vdekjes së burrit, gruaja është në idet, e që i bie në një farë mënyrë ende është e lidhne me te. Gruaja ka idetin 4 muaj e 10 ditë pas vdekjes së burrit. Ndërsa burri nuk ka idet ndaj gruas. Për ata burri nuk e lan gruan, gruaja e lan burrin. Tek Hanefit të po e përseres tek 3 mëdhëbet e tjera, Malikit, Shafiit dhe Hambelit, që të dytë kanë të drejtë me lan njani tjetrin. Dhe kanë marrur për bazë, për argument, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili i ka thonë Aishës, po të kishe vdekur ti para meje, do të laja unë, po të kisha la gjenazën unë. Dhe është transmituar se kur ka vdekur Fatimja e bia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që ka vdekur 6 muaj dit mas pejgamberit alaihi salatu wassalam, parafërsisht e ka la burri saj Aliju radiallahu anhumma. Dhe ja për koptu se është liuar, për ndryshe po të kishte qenë ndaluar, nuk do të veprante Aliju radiallahu anhu. Pra, fetvaja ime i ndëruar është se bën me la grun, burri, edhe bën me la gruaja burrin, anëpse nuk e praktikojmë ne dhe nuk di dikon në botë që praktikohet. Për shembull, midis botës arabe që meken Medinë, në vende tjera të Arabi Saudite, ku feja është pak më e shëndoshë, edhe shumë e shëndoshë natyrisht, pa dhe vende tjera arabe, gratë i lajnë gratë dhe burrat i lajnë burrat. Nuk kam dëgjuar që burrat i lajnë gratë dhe burrat i lajnë gratë e veta, apo gratë i lajnë burrat e tyne, por neve na interesan është e liuar e ndaluar. Pra, nëse dikush dan me veprue, ngull kam thot, unë e kam e la gruan tem, kur është smut nëse vdes kam e la, apo gruaja thot, nuk e la kërkuna, vetë kam e la burrin tem, tani neve na interesan fetarisht, a ka bërë gjuna, as ka bërë, a numërohet gjenazja e lana, as numërohet po është numërohet e lane, gjuna nuk ka bo, ka të drejtë. Kaq. Po. 024 1566 14 qëndron i hapur, mund të na telefononi direkt, por edhe të na dërgoni SMS pyetje. Thot një dëgjues, selam aleikum, thot pyetje për hoxhën, profesor, çka nën kuptojmë thot me paraftyrim dhe është mirë kur ne paraftyrojmë? Aspektin fetar është fjala, sepse çka paraftyron? Nuk
ka cik çka veç është mirë nëse paraftyrojmë diçka në aspektin fetar, me siguri ka dashur përgjigjen çka do kuptojmë me paraftyrim. Po di çka do të thonë, kam çart, a është mirë kur ne paraftyrojmë. A ka për qëllim kur imagjinon diçka? Me siguri. Apo kështu që ndoshta do të ishte mirë pak me konkretizu pyetje. Po, çka synon? Me dërgu. Mos përgjigjëm ne diçka, ndoshta se ka qëllim hiç. Mirë. Po, çka do në shembull diçka kallzana, çka do të thonë me paraftyru? Se për shembull, nëse mund të thotë njëri, unë paraftyroj ç'është pejgamberi. A mund të kohë që paraftërim po? Unë po e paraftyroj, pra po e qes paraftyrës tem, qysh është pejgamberi kur ta shëni alayhi salatu wassalam. Unë po e paraftyroj kur të vinë me laçet e vdekjes më marr shpirtin e që ata shumë shpesh e kujtoj për veti, unë për veti çka shëçeti. Kur të vinë me laçet e vdekjes më marr shpirtin, ti shumë gjën, ti shumë vin, dhe unë ti shipres. Kur të shoh. Dhe mundohem me sjell në krytem. Po që më rëdhen që tash. A jem që sikur se Omer ben Abdelazizi, kur i ka arë me lash të vdekjes, e ka thonë gruaja vete, në Salim ka qenë shërptori vete, ka thonë, po i shëh dëftyra të mira, nuk janë njerëz, atës nuk janë gjin, tamla, pra, i ka nërë me ftyra të ndryquara, apo me janis me kesh, pe gëzimi kur t'vin me lachet, e me thonë, hajde mirë se vëllë se më ka marrë malli për Zotin tem, pra është një farë mund të futë këtu paraftërimi. Qysh, i presa të me lachetëne. Këtu senën halal natyrisht. Për pas në lartë madhërinë e Zotit nuk ban. Ndërsa në punë tjera, për shumë njëri paraftëran, tash të ka të bëhet me imaginatash. Qysh do këtë gjeneti këtë him? Qysh do këtë dita kiametit? Qysh do këtë ato bukurit gjenetit? Ose runa zët, qysh digjen gjehnem lit, qysh bërtasin, lirojnë, Allahu na ruaj ya Rabbel Alamin. Po. Mirë. Kalojmë tek një çështje tjetër. Selam aleikum, thot hoxha, jam një vëlla musliman që jetoj në Francë, ka magjistruar në drejtimin e statistikave në matematikë. E tash do të më shofroj një kontratë pune për të punuar në një bankë dhe dua ta di fetarisht sa është në rregull. Ne kemi cek punën të punuar në për banka disa herë. Bile për të shkak i pyetjeve të shumta më ka shty me bo edhe temë të madhe, punim shkencor, dikun mes 30-40 faqeve, tash ku më harru 35 asaj ka, edhe është tema më e gjatë, që kemi shkru, dhe kemi bashkangjit i librit ton, fiku i pakicave muslimane, apo sfidat e muslimanën e përëndim. E që falë Zotë që ki liber, tashmë që ka dalë në shqiti, insha Allah ta'ala. Dhe të kemi cikur të në opcionet, rrugët, alternativat, mendimet të ulemave që kanë thanë, deri në fund mendimin e favorizuar, dhe kemi klasifikue sektor të ndryshme të bankave, dhe në përgjithësi kemi thonë se puna në bank është jo e mirë. Puna në bank nuk është e mirë, sepse banka i rjep, atë që me të rjep me gjilje, trak, i rjep shoqërinë. Banka nuk i ndihmon njerëzve, bankat u hapin gjakun me pamuk qytetarëve.
Banka është komat, fajde, sikur ata fajde gjitna për rrugë, që në zezë në jepë njëzë fajde, i e në zërë, kur i në zërën matë madhë, vjen të afran, të të afrej bre ty, që e në halë në zërë ti. Që hënë t'jepë ty burë të lejë burë që në tanë, t'jepë 1.000 €, me këthën t'i mu 1.300. E t'ju thuhe, zotit pështoftë, së më shlirove, ko vjen ku 1.300, së një këthën, a i për 2 ditë si a këthën t'i hop, t'a hip 1.600, për më t'i hip 3.000, për ku dionë dikur t'a mërë shpinë krejt. Çfarë dallimi ka që ke fajde? Çfarë dallimi ka që ke për asaj që vepron banka? Po banka që të sakak. Po sa njëri ka që të banka sakak. Se do që tjetë fetaresh pa flasim ne. Fet fundja tarroki mendja ty, fetaresh Allahu Tabaraka wa Taala kamata në ka konsiderua për imkateve më të mëdha që ka mundësi më bënë tokë Zotit. Po, bile kamata ka qenë ndaluar të gjitha fetë qiellore. Po. Andaj vëlla me ngu, li pun tjetër, inshallah Allah të gjenë. Po. 024 156 114 i hapur, mund të na telefononi, por edhe të na dërgoni SMS pyetje. Kalojmë tek një çështje tjetër. Kam fillu, thot një dëgjues, selam aleikum, thot disha t'ja bëj hoxhës një pyetje, me qenë thot kam fillu të falem namazin, të gjitha namazet po i fali, qoftë ato namazet farze, qoftë ato synete, por më intereson nëse dikush thot në shoqëri aty me siguri e ka fjalën pin alkohol, a është e drejtë me ja paguat pija, është gjëna nëse janë shoqni, po unë pe kuptoj që është se nuk e ka cek. Jo, ndoshta ka për qëllim më fal bukaraki. Jo, me ja pagu thot pijen, me pagu apo jo, raki mos pi. Jo, gjënahen. Jo mos pi. Mos e paguj. Ja. Jo vallahi. Nuk po të paguj. Raki zot mos e ber. Ja. Ha që ka dush, për që ka dush, veç raki më se merë. Po. Gjëna është natërështë. Ke pyetje tjetër? Po. Jo, ke ishte nga kjo dëgjuese. Ndërka që kalojmë tek një tjetër çështje, thot një dëgjues, ne që jemi në diasporë, çfarë dënimi mund të kemi ne, thot që nuk e dim se çfarë mishi hajmë, nëse e blejmë një produkt dhe aty nuk shënon se Jo, të nëse që do të më interesu muslimanë, do të më interesu me hungër halal, me pi halal, me vesh halal, me punu halal, këtë jetën e timi pas halal. Bërë që ka, se për të i ka met, e ka vullnetin, andështë edhe ngarkuar për Zotit. Po mos kishte pas men, nuk ngarkohet. Po mos kishte pas vullnet për me zgjedh, prap nuk ishte ngarkuar. Por i ka këto. Të me vullnetin të në mënesh me marë mishin e derët, mënesh mishin e lopës. Andaj, përdore mendjen logjiken, imanin bindjen tane që e ke, besimin tanë, se ne e hajmë këta, nuk e hajmë këta. Dhe mëndo me lyp halal. Në maksimum. Pastaj, nëse ne marëm alti artikujt, dhe atë nuk shënën që kam ish derë, po kam ish lope, ne nuk mund gjykojmë që të kam ish derë. Se po të kishtë të shënu ata, e që biki është halal, s'ka arsi me kanë haram. Por me gjitha të të më kaj kujdes shumë muslimani. Më kaj në kujdes shumë. Shëqërë Zotit që artikujt është qimor, që të gjithë shënojnë mrapa, sepse kanë ligjërisht e kanë detyrë për obligim me shënue, për mbajtjen. E kanë për obligim me shënu për mbajtjen. Lezo për mbajtjen dhe mba sajna vendos të vetë, a me hongër, a mos me hongër. Po. Dërkash një pyetje tjetër, thot një dëgjues, thot hoxhun përderisa thot shkoj në xhami dhe ndëgjoj ndonjë ders apo ligjërat që jepet nga hoxha, edhe nëse ai nuk tregon diçka që është emotive apo me rëndësi, mu mbushën syt me lot. Çfarë do të thonë ka? Sa do të thonë imani kit mirë ti. Elhamdulillah imani bindja jote në Allahun. Kënaqesh kur ndëgjon fjalët e Allahut azza wa jall. Shka thonë Allahu, edhe tuljet alejhim ajatuhu zadethum imana. Kur aty në lezohen ajetet Allahut, argumentet Allahut, ajetet Koranit, flitet për Koran, ushtohet imani.
Edhe shtimi i imanit i qetlet. Kjo është e mirë, për atë arsye shkumina për xhamia, dëgjimi i derseve, është ibadet i madh. Po tani është ibadet edhe më i madh me jetue, me shiju ato derse. Për ta zonë me hutbën e xhamas, shkojnë 500 vet në xhami, por ka për aty në që flajnë, deri të ata të cilët nuk mund me nal let. Pavarësisht hoxha a ke shumë emocionu, sa nuk ke, a ke dersi. Kjo zotnia e shijan, sepse është një ibadet, është në adhurim. Apo është agjiru shumë, është lodhë, është tesh, por kur kujton që përkon pa agjiron, kur kujton çfarë ibadeti pa bën, kur kujton se sa shumë afrohet te Zoti me ibadet, me agjirim, kur kujton sa dharat e madhe është agjirim për muslimanin, sa shumë shtrydhet muslimani pe gjunaheve, pastrohet me agjirim, edhe shumë sa në tjera, ati pikin let. Ky është imanit, lime për veti, po. 024 15 614 qendron i hapur, mund të na telefononi direkt, por edhe të na dërgoni SMS pyetje. Profesor, para se të kalojmë tek një pyetje tjetër, kthehemi pak në këshillën të cilën e dhat më herët. Më intereson ta di, në rast se një njeri e dëshiron zbutjen e zemrës, por ja që nuk rastis me pas një jetim të tillë afër ose me njoft dikon për kujtesja, a ka ndonjë metodë tjetër e cila e arrin çdo? Ka, gjithsesi ka metoda tjera, patjetër. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dha një prej alternativave të shumta. E thashën e ka cek jetimin, e që ka cek të në shtresat të dëpt të tjera, sepse jetimi është më i veçantë. Edhe nana jetimit e veja, edhe është shtresat dëpt, edhe invalid është shtresat dëpt, edhe i verbër është shtresat dëpt, edhe i smut është shtresat dëpt, edhe i qmendër është shtresat dëpt, edhe robi skllav është shtresat dëpt, edhe një plak apo një plak i shtyrë në mosh, në shtresat dëpta. Në veçanti ku nuk ka kush për kujdeset për ta. Këtë janë shtresat dëpta këta. Por ka cek jetimin, sepse jetimi është më i veçantë. Jetimi është më i veçantë. Ata tjetë mund ta kenë dikant që kanë krah, kë nuk ka krah. Këti është thy krahu. Kë nuk ka ku pështetet. Përpas Allahut, tek njerëz nuk ka ku pështetet. Pastaj, pra ti me ul veten të që ata që janë dëpt, që kanë nevoj shumë. Në këtë formë njeri ull vetën shumë, e zbut zemrën. Në herë shtin me zare, 2 herë 3 dikur zemra fillon me zbut. Fundja zemra ndorë Zotit, ti mërë se bepet, Allahu Azza wa Jall të ndryshon gjendjen. Të se bepet i mërë, të zemrën ndorë nuk e ke. As zemrën të mje kësone që në mja qitë tavolinë me të zbut. Por ti mërë se bepet, për pas lutje dhe dove që bëme të zbut Zotit zemrën, atëherë Allah i madhruar të bareke vë të leprahatër për pjekjeve tua, të sebepeve qkaqeve, të mundit tanë, të lutjeve tua, të zbut zemrën Allahu Azza wa Jall. Zemra but është dhërate madhe e Allah, sepse zemra but është barazi me etik, me ahlak të ambel. Për shembull, ai që ka zemrën e butë kur ashen një njeri që ka pak rënë në dorë të kese, nuk mundet me kalu, pa i thonë au lodhe, apo mundesh ama të nimoj. Ai që zemrën e butë nuk mundet me ecë me makinë me kerr, me kalu e me pa dikën të prit autobusin, apo të nejnë të kam mas me ndonë me thonë urna. Po kjerë të neqe, po kjerë është metal. Po sen zbohet nëse ti e vetën i më rëdë të vetën ta. Këve zemrë zbutë e boni. Ose e shet dikën që për nardh, ftoft, këj ka 2-3 jakna, këj zemër but, thët gjuna mërdhijaj, e hjek një anë një jep. Ose vërin dikën uni, s'ka me pagu në restorant, këthe qatina më si mërë pare, unë e paguj, zemër but. Pra zemër but ka frytet, shumëtat, mirësis, se cila vepër pastaj, se cila gjes, se cila fjal, paguhet e Zoti shumë. Të bareke, o të ala dhe bën njeriun një farmënyre sa ma të kompletuar. Sa është në parim i mirë me Zotin, adhërimet i badetet i kryn, por ka dhe me njerëz. Është i mirë,
ku një ndikun që ka dikush halla dhe dert, për shembull, pse shkojnë në pse pejgamberi ka më shkuar pa smutin? Pse është në velej? Edhe ti përfiton, pa dhe përfiton. Ai përfiton sepse ti jap një këshill atina. I këshillon me sabër. Përfiton edhe ti sepse ka shet smutin ti, nale që kujtohesh, po ku mujtu në vend tina me kanë. Andaj o le pak veten poshtë. Mëse që kujt përpijet. Me në herë qatë pak në binar. Njëtën gjapë, se me shku të varrezat me përcjell të vdekurit, po edhe me pa me vizitu varrezat, sepse thu po këta në kanë deri dje, në kanë matë mirë se one, matë fort se one, ma krah fort se one, ku janë sot ta? Shumë për i tyre kanë qenë matë mirë se ne, ku janë? Dhe, në kam tona, po mirë nesër njëm në dhe, nesër dhe njëm. Andaj, qëfar kimeti ka këtë dynja? Ska kur kimet kur gjo, ty bën pas sen kimet, nëse nuk di me shfrytzu. Pra ta në këtu të ndikojnë që njeri ju më afru, mësë më ashtru mas dynjas. Dhe mësë më bua rëb i unit vet, i egës të vet, që runa zët mundet më mbjell në zemër dhe i tamon me qenë gafil. Dhe me nëzam dekje gafil. E me nëzam dekje gafil, pas ta e problem kipu. Pas ta është problem. Sepse, kër nuk ta zbut zemrën për kujtimi Allahot, nuk ta zbut zemrën jetimi, nuk ta zbut zemrën të mirat e kësaj dynjaje dhe rastet të ndryshme të këtë dynja, është dru që zemrën ta zbut zjarmi gjehnemit. E atërë të bije ma këtë që Allahun në rujtë. Allahun në më shërot, ja Rabbel Alamin. Po. Amin. Nuk e dia, e kemi një dëgjues në linjën direkte. Alo? Po, selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Përshëndetje ty motër dhe profesorin shqiptin. Faleminderit. I kam një të pyetje, inshallah janë të mira. Urdhra. E ju pëlqen edhe juve. Inshallah, urdhra. Një e kam, çka do të thonë për një njerëz të madh. Që të veti shumë është i madh në këtë dynjë. Ta në shpinë, ta merë hakon, të sharën, të bënë gjithë shka. A ka njeri për ato që i derë para dikush? Dhe zotë i madha dikush më fali, shala jep hak. Unë për të mbalë, por e që dhja jep. Edhe tjetra shumë, e kam një dutje. Po kam qenë me një kërkos vetëm një dy. Masi të ndërprejnë një këtë lidhjen, po të qef një dy fjallë me profesorin në kod, është ajo pa tjetër, lutem, shumë lutem. Mirë, ti me që dëshiron me bisedu vetëm me profesorin, kur përfundon emisioni, atëherë telefonon në pot njëjti numër dhe bisedon me profesorin. Me që është private dhe pëndon vetëm me profesorin me diskutu. Mirë, nuk ka problem. Mirë, atëherë diskuton me profesorin, por pasi përfundon emisioni. Allah ju shpërblet në Amin gjenetin në flartin, inshallah, ja Rabbil Alamin. Amin gjithë, atëherë ne këtu po të përshëndesim, kur të përfundojmë ne që të mbyllim programin, ti telefonon prap në të njëjtin numër dhe bisedon me profesorin, inshallah. Çdo të mirë, zoj. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Amin. Allah ju nderoft, inshallah. Amin, faleminderit edhe juve. Profesor, të pyetja e parë. Qa tha? Profesor tha, çështja ishte tek një person i cili thotë e konsideron veten si shumë të madh në botë. Dhe ta merr shtëpinë, ta merr hakun, pronën. Sa zëllumen këtë dynja, la ilaha illallah, sa zëllumçarja është, sa zëllumi bëhet. Sa zëllumçarja është, sa zëllumi bëhet. Por ata nuk mund të pështu synit Zotit. E asë në dorës në Zotit. Nuk mujnë me pështu. Nuk mujnë me pështu. Ku ikin? Ka? Ku të vije koha, ta në shofin ata. Për atë Allahun shumë vendën Kur'an, atë regrejtjen neve, muslimanve, që mos më nahim neve dëshimi runa zëtë me lutë shëtan me neve thonë qëra e farzëllëmqare dhe zotët nuk përshkatëran. Ja. O la tahseben Allah gafilen amma ja'melu dhalimun. Për shambull, një për ajeteve. Dhe mës mendati se zotë është i pa kujdes shumë.
se s'pa i shehe tjere, atë që janë duke bërë zullum qartë. Mos mendo ti. Mos mendo. A i shef, a i nin, a i kondor, e ku i kinë Allah, të barëke o ta'ala. S'kan ku i shkoj. Nuk kanë ku i shkoj. Vije koha për të tonë. Zotin nuk ngutet. Njerëzit nguten, Allah nuk ngutet. Zullumçari, sa ma shumë që talen Zoti, sa ma gjatë, dhe sa ma shumë që jep mundësi për me bu keq, di se veç për dënë me sharru ma shumë gjëna. Veç për dënë Allah me lanë me sharru ma shumë. Allahu në ruaj. Po. Amin. E kemi një dëgjues tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Jam motra nga Xhamonia, i kam dy pyetje për hoxhin. Urdhra. Pyetja pa është sot, nesër edhe tetën jam ditë të bardha, unë jam të qëru, po tetën kam me dhonë me dhonë gjakun. A muj me ajrua dhe të shtagjërini? Ke me dhonë gjaka, po? Ke me dhonë gjak? Me dhonë gjak. Mirë, e para është pyetja e qartë. Pyetje tjetër? Pyetja e dytë është a ka ku mund me falë njëri masnati namazin e vitrit edhe namazin e natës. Për shembull këtu të na është nëra 6, është me falë sabahin, a mund me del një saat për falë në aspekt në që më falë 2 namaze natës edhe vitrit. A është pyetja qartë? Po, shumë e qartë. Faleminderit shumë. Të përshëndesim çdo Selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndesim profesora janë të qarta. Çfarë? Pyetja e parë thotë sot nesër dhe pas nesër janë ditë e bardha, unë jam po agjëroj, por pas nesër kam me dhon gjak, a prishet agjërimi? Me siguri ka Jo, po nuk ndonjë prishet analizë apo agjërimi. diçka. Nuk prishet agjërimi. Agjërimi nuk e prish dhënia e gjakut. Agjërimi nuk e prish dhënia e gjakut e motër. E prish abdestin, jo agjërimin. Tjetër? Po, dhe deri kur thotë është kufiri i faljes së namazit të vitrit dhe namazit natës. Tek ne thotë në ora 6 falet sabahi, është në rregull 5 ora më qumë. Në sabah, falet sabah në 6, po imsaki kur hën. Lidhë kur falet sabah, imsak kur hën. Këqëre, takvim imsaku motër kur hën. Nëse imsaku hën në ora 5, këqëre takvimi, nëse imsaku hën në ora 5, ti mas voni deri pak para 5-ve, falesh. E që i bje qosh kanë gjysht 5 apo në 4, falesh një gjysore, para 5 vele, nëse në ora 5, përfundon imsaku. Gjithmonë këqyri imsakun. Teknik këtu, më zgabovsha, dikun ka ora, kam 5 teknik të në Kosovë, për apërsisht teknik të në Balkan, është dikun imsaku, këtu ditë. Ka ora 5, pak para 5-ve. E që i bje, dhe këtere, ka 15 edhe 5, mundesh me falë, vitrin me falë namaz nate. Po. Mirë, kalojmë tek një pyetje tjetër. Një dëgjuese po thotë selam aleikum, thotë profesor, jam 21 vjeçare, fali namaz elhamdullah që 5 vite. Mirë, po kam pasur një mosmarrëveshje me babin për shumë kohë. Tash elhamdullah thotë jemi mirë. Problemi që qëndron aty se babi jam thotë nuk ka dëshirë që unë të mbulohna. Ky është problemi dhe mosmarrëveshja mes të dyve. Mirë, po i lutem Zotit thot natë ditë me uzu printe mi dhe mu me ma mundsu mbulesën, sepse po kam shumë dëshirë dhe s'po di çka me bo më tepër për pos sabrit, sepse thot e dua këtë dhe pos kësaj un kam pa thot veten edhe 2 herë në ëndër të mbuluar. Kjo është pyetja e parë, çka me bo tjetër pos sabrit. Allahu ta letoft, kuma ta letoj madhi Allah. Kuma ta letoj madhi Allah dhe kemi mbulut inshallah shpejt ya rabbel alamin, por vazhdo me lutje dhe me sabër. Po. Pyetja e dytë thot a kam të drejtë thot me lut Zotin, a e kam gjuna që Allahu më martu thot me një djalë të hajrit i cili friksohet Zotit. A është e drejtë kjo e një femër me botuat të tilla? Është drejt? Jo, më të drejtën edhe ranisht me luti. Sepse është fat në fake jotja. Edhe çdo vajzë me lut Allahun, më qit një djalë të hajrit, dhe çdo djalë me lut Allahun, më qit një vajzë të hajrit,
dhe mase përmenë martesën, është mirë ju motra që keni probleme në familje, është mirë me shpejtu pak martesën. Nashtë Allahu ta qëtë një djallë ku bile fen e man shlirë. Edhe mbajtja e fesë shlirë, është sa një madhërat e madhë Zotit, ati kofshim falë. Edhe shlerën babën, nuk ka presion baba më prej teje, po edhe ti e me aqje, sepse nuk ke presion për babës. Edhe në të nanë bëhet ma mirë. Po, Allah të letoft. Amin. Kalojmë tek një çështje tjetër. Selam aleikum, thot profesor i nderuar, duke lexuar thot librin Ajka e kuptimeve të Kur'anit nga Hafiz Ibrahim Dallihusa. Ky e ka shkruajt ashtu sepse unë s'e njoh kët autor, kështu edhe e lexova. Në këtë thënie thot dituria qëndron mbi të gjitha virtytet dhe nuk ka lidhje se çfarë diturie është. A don të thot kjo se nuk është patjetër të kemi dituri vetëm fetare, por të çdo lamie tjetër. Zoti ju shpërblet thot profesor. Dituria në parem, ka folur në parem se goj. Dituria në parem është nuri, është dritë. Në parem. Çdo dije nga cila ke dobi ti, ose shoqëria, tani apo në të ardhmen, futet në ajetet dhe hadithet të cilat flasin për vlerën, për sevapën, për shpërblimin e zënës e dijes. Për shembull, një arkitekt, një inxhinier, elektricist, imagjinojte nëse shkon në një vend mal dhe ndërton një central dhe atë i ndërqen këtë fshatin. Ai nuk e hoq. Por dhe çfarë punë të hajrit bani. Tjetëri atje shkon ashtu në rrugën njerëzve. Tjetëri atje shkon atje një pus. Një fshatë dikon atje, ku shkojnë me kilometra për me marrë ujë, ai shkon atje një pus atje. Dhe u azgjith problemin e ujit. Tjetëri atje shkon është mjek, atë do me shku me nejtë fshatës atje, se kishin nevoj për me mjeku. Tjetër shkon në mësën shkrim lexim, këta asë një haqëllarë si janë. Por tonë në adhërim një ibadet madhë, konsiderohen në adhërim një ibadet. Pra në parim, dia si dia shumë e vlefshme. Për ata dia, ndahet në dije farz dhe dije kifaje. Farz, që është individuale, personale, që ka nevojë çdo njeri për te. E që këto futen numër një disa njohuri të përgjithshme për Allahun e madhëruar, për pejgamberin, përgjithësi për islamin, pastaj për namazin, zakatin, haxhin, abdestin e këto me radhë, sepse duhet të adhurojë Zotin tan, te bareke ve taala. Ndërsa dije kifaje është kur dikush e kryen atë apo mëson atë, nuk ka nevojë të tjerë, për shembull si puna e inxhinierave, kimistave, profesorave, doktorave të tjerë. Nëse mjaftojnë neve shta mjek, e shta inxhiniera, e shta zanat liçen të ndryshëm, na mjaftojnë neve, atëherë nuk kena farz në marrë ma dije, sepse kemi mjaft. Ndërsa si dije pastaj numër një, anëpse dija ke dëbishme, por nëse dojmë të rëndisim, vazhdon me rëndit, gjithsesi hapi parë, dija parë është dija ndaj Allahut, me njoftë Allahun e madhëruar. Te bareke ve taala. Me njoftë Allahun Zotin tënd dhe me njoftë qysh me adhuru Zotin tënd. Për atë arsye, nuk ka arsye nesër ditë kiametit robi me dalë me thonë Zot, unë nuk kam ditë që ti dikun, po nuk të kam njoftë dhe nuk kam ditë që më fal. Ku ne pëthu nuk kam ditë që më falë. Ku poshë Zoti ku ne pëthu të. Pëse s'ke mësu? Po ti ditë mësu e fakultetin e më bënë doktor shkence, bla bla bla, ku ta dyna që nuk e në gjenit e më mësu 4-5 dohë më ditë më falë. Ku ne pëthu? Për dija shariatit e fes, e pastaj dija tjetër, por në të gjithën ka sevap natyrisht, e sevap me madhë është në ditë fesë, nuk diskutohet. Dija e fesë është me sevap, sepse është për këtë dynja dhe për botën tjetër. Po. Profesor, po afromi dal nga dal fundit, kemi këtu edhe 3 pyetje, po i marr fillimisht 2, me qenë se
është i njëjti dëgjues dhe janë për më rëndësi, e nëse na premton koha e marrim edhe një tjetër. Selam aleikum, thot, dua një shpjegim nga hoxha rreth namazit të sabahut. Disa njerëz për shkak të punës sot e falin sabahin para se me hi koha në takvim, e që shkruan në, thot, se hem tek ne në orën 6 dhe dielli lindur në 7:30, tash nuk e di prej cilit vend e ka dërguar me siguri, dhe ato thot e falin më herët e që është krejtësisht der, dhe ata thonë se është në rregull kjo, sepse më mirë me e fal kështu sepse mos me e fal hiç. Kjo është pyetja e parë, dhe e dyta thot nëse ka mundësi që të na flas pak hoxha rreth grabitjes së trupit të Muhamedit alayhi selam, që kanë dashur me marr dhe a e kanë marr trupin mbasi që ka vdek, thot, për çfarë qëllimi ka qenë dhe çfarë arsye, sa ka këtu të vërtetë. Po, është jenë me qenë në fontat e le. Mirë. Po, që shke para dhe të tretën çfarë ke, para ke për punën e sabahut, ngëm. Po, kjo është më e rëndësi fundja. Puna e namazit sabahut lidhet me hyrjen e kohës sabahut. Agimit të vërtet. Hyrja e agimit të vërtet, se ke në sabahin e vërtet, agimin e vërtet dhe agimin e rrejshëm. I por është e rrejshëm, tani është i vërteti. Me që ta hinë sabahu. Tani, ne nuk më mendojmë që natyrë të tonë, por do të më besu dikujna. Mi besush në takvimave. Nëse takvimi thot se sabahi nuk hyn para orës 5 dhe ti e fal të zamën gjys 5, ti në fakt nuk ke fal namaz sabah, ti ke fal namaz natë. Ti ke fal namaz natë, namaz sabahit nuk ke fal. Për ata namazet falen pas kohë, pas falen para kohë, pas kohë bjen kaza, para kohë jo. Vllaznia të cilët në Evropë detyrohen dimët kanë probleme sabah. Të zëmë dalin 5 pi shpiz, ndërsa sabah e hyn 5:20, e së në pretë se vanohet, ata të me falë sabah në rrugë dikon. O nuk përdi pse ku është problemi, është pak vështirë, por nuk është shumë problem. Në Evropë, një segjade, e lënë makinë, edhe ta zamin 5 orë del për shpisti, es një gjysore me kërë, mundësin e parë, kur të hinë s'koha sabahut, mundësin e parë që e ke, pasit ka hi koha sabahut, mundësin e parë që e ke në ndë një pomë të benzinit, më nalë, në skaj dikon, se gjadën edhe një minutë në gjysë 2 nuk bën, i falë 2 recate farës, le sunetin, se këtu jetë ashtë për guti, s'ke mundësi sunetin me shfarëzin, 2 recate. Nuk bëmërë 2 minuta. Ose nëse më rinë ende pa dalë koha sabahut para fabrikës vendet punës. Ku e par konkjerën që aty, dërë së gjadën, fali 2 recate farës, edhe shkon punë. Pra më no me gjetë një farë. Ta letën Allahu të barëke o talë, Allah e lëtë këtë ja Rabbi. Atër po e marim profesor edhe pyetjen e fundit për sonte. Një dëgjues nga Prizreni thot e dua një këshill, ju lutem nga profesori, thot profesore kom thot motrën 28 vjeçare, ajo fal namaz, por ka shumë shoqëri meshkuj, e cila hyp thot në për vetura të tyre dhe në asnjë mënyrë nuk e pranon këshillën time. Ja, e ka problem moral motra. Ka problem moral namazin, edhe nuk e besoj që fal bash rregullisht namazin. Femrat e tilla të cilat dalin me djem. Unë shumë dyshoj që ato falë namazën rregullisht, sikur se djem të cilët dalin me femra, e në për kafe, e në për diskoteka ku diu në ka shkojnë, vështirë se i rri namazit besnik. Ja është e metë madhe. Zotë drejtoft ja Rabbi dhe Zotë, atë dhe të në motrat. Djem dhe vajzat ja Rabbi. Faleminderit.